Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Visar jemi të LDK-ja, lista e LDK-s. LDK-ja shquhet për një kategori të kandidatëve dhe njerëzve të saj, specialist veçanërisht nga fusha e ekonomisë, po edhe jurist shumë të mirë, ka mjek po ashtu në goxha shumë, ka aktivist të vjetër, po dhe shumë të rinj në listë. Si e ke pa? Një gjë për listën e LDK-s që kishim bërë një analizë tash së voni është që është lista me mas shumë të njerëz me përgatitje të lartë profesionale dhe akademike. Po. Pra doktor shkencë, master. Që më duket që interesante si krahasim. Vendosja ke mas dopti në këtë drejtim. Vendosja ke mas dopti. Natyrisht përgatitja akademike është ndimes e madhe për qenë të pëtet, po edhe atributet e karakteristika tjera janë po ashtu të rëndësishme. Domethënë nuk duhet me mendu që veç njerëz që kanë doktoraturë. Po këtu, domethënë tash kur flasim për 10-shën, 20-shën e parë, ka shumë emra të cilët mendoj që janë absolutisht të dobishëm, pra të mos e diskutojmë zotin Abdi Gjiku, kryetarin e LDK-s, të mos e diskutojmë po ashtu një prej politikanëve më të rëndësishëm që shkruajtim shala. Mendoj që Hikmeti Bajrami është një prej kështu opozitoreve më të mira që e kemi pasur gjatë kësaj kohe. Dorza Kica Xhelili, po ashtu një deputet i jashtëzakonisht e mirë, domethënë, cila ka pasur një periudhë ku për shkak të problemeve, çështjeve shëndetësore nuk ka qenë shumë skem, po na mbaj mend si deputet shumë të mirë dhe ka përcimin kur ka bëu FIBB-s në LDK, unë e kam vlerësuar shumë. Zoti Lutfi Aziri është veteran i politikës, mendoj që LDK-ja pa të zbën. Abdullah Hoxhin e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Për shumë arsye, po më shumti për shkak të qasjes që ka ai edhe për shkak të përgatitjes profesionale. Për shembull, nëse ja sheh gjatë kohës së ka qeverisë Kurti, propozimet ekonomike që i ka bërë Abdullah Hoxhi, kuptimin e kritikës dhe propozimit, s'krahasohen me asnjë tjetër. Zotin Anton Quni unë e vlerësoj shumë si deputet, edhe si përvojshtarake, Jona Lushaku Sadriu, domethënë mendoj që shumë kisha pasur me pas ministrë të arsimit. Mendoj që një prej njerëzve që jo vetëm që e njeh arsimin, por edhe që e don arsimin, është e rëndësishme. Tek kjo e kam pa mas shumti. Adelina Thaçi Meta, do të mundohem me shtisa më shumë gra, mirë, vrejtje të mira patë ti. Po unë mendoj që pavarësisht gjinisë Adelina Thaçi Meta e meriton jashtëzakonisht shumë që deputet, është një për mua një prej artistëve shumë të mira që e kemi në skenë dhe po ashtu e shkolluar në atë drejtim. Besian Mustafa, mendoj që ka qenë edhe deputet shumë i mirë dhe është një prej të rinjve ose më të rinj mosh në LDK. Po bona ta shëllon pak lokalist i Stogut, doktoresha mendoj që nuk e kemi pasur rastin me pa shumë si deputete me shkuvendis ka qenë funksionalizuar, unë këto vlerësoj shumë, edhe pse kam një shumë fjalë të mira për të profesionale. Po edhe për shkak të qëndrueshmërisë së saj ka shih një sulmi të jashtëzakonshëm që ka pas nga vetëvendosja për me marrë ne. Dhe ofertave të vazhdueshme. Visar Azemin, këto një personalisht edhe e vlerësoj, jashtëzakonisht shumë, veçanërisht dijen dhe për kushtimin e tij për sektorin e energjisë. Armen Zemaj mendoj që është një prej deputetëve edhe kolegëve më të mirë që e kam pas. Jashtëzakonisht i mirë. Janina Ymeri nuk e njeh fort, më shumë tim ka rënë pa tash së voni në trajtimin që ja bën sektorit të energjisë dhe më ka bërë përshtypje të mirë. Elmar Sadikun absolutisht mendoj që duhet të qenë në kuvend. Domethënë edhe si profet edhe si dije. I kemi pastaj Arben Gashin. Nuk kam çka me fol shumë për Arben Gashin, po mendoj që është deputet jashtëzakonisht i mirë. Sibel Halimin, kjo më pak ka rënë sy mirë, po edhe kjo punë që i ka bën në kulturë, në Prishtinë janë të jashtëzakonshme. E mas paku vlerësohen njerëz që merren me kulturë. Fatkeqësisht na nuk japim shumë rëndësi kulturës, po shumë e rëndësishme. Drejtori Selmani nuk ka vlerësim shumë të mirë për ta si deputet, kur ka qenë deputet opozitor i Kurtit, ka luajtur një rol jashtëzakonisht të mirë. Vlora Domoshi, mendoj që
është gjatë në LDK ka qenë deputet e vjen nga një familje jashtëzakonshme, domethënë Gzim Hazrolli, Generali. të cilin tash së vonim ka ra me taku natyrisht, mirë, po më ka bo shumë përshtypje të mirë, dija e tij, edhe për kushtimi i tij. Rezarta Krasniqi, mendoj që kjo e ka një merit të jashtëzakonshme, jo vetëm si deputete, por që ka marrë degën e LDK-s në vushtre, ka shi këtij që tash doli nga Berat Rukiqi, mendoj që është një prej personave që i duhet diskutimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Festim Kabashin, një gazetar shumë i mirë, po ashtu ka qenë pjesë e një rezistencë jashtëzakonisht të madhe në RTK kundër kapjes nga vetëvendosja. Astrid Deskun, Astrid është një njohës i teknologjisë së informacionit, profesionist i jashtëzakonshëm, edhe mendoj që duke pas parasysh edhe programin e LDK-s që i kanë shumë një rëndësi, kanë dhënë zhvillimit të teknologjisë së informacionit, ky edhe Ermali do të kishte më qenë jashtëzakonisht të dobishëm aty. Shqipe Pantina, kolegja dhe shoqja ime. Shqipe është deputete e jashtëzakonshme punëtore shumë e madhe. Dikush që më ka rënë sy së voni. Që nuk e kom njoft, do më thonë nuk e kom njoft si profil publik, po që më ka bo përshtypje jashtëzakonisht mirë është Visar Hoti. Visari i Podujevës. I Podujevës, i cili ishte jashtëzakonisht i mirë, i përgatitur profesionalisht, ja kom pa disa video që i ka bo disa qëndrime ti në publik, dhe mendoj që do kishte me qenë deputet jashtëzakonisht i vlefshëm, dhe mendoj që ky mund të jetë lehtësisht e ardhmja e LDK-s në komunën e Podujevës, ku komuna e Podujevës vazhdimisht ka qenë bastioni i LDK-s. Po ashtu vjen nga një familje shumë e njoftun dhe ka një përshtypje shumë të mirë për të në Podujevë. Bahriz, qajtoria që njihet. Po unë si person nuk e kom njohur. Ka rrallë, kur se gjithë në fushat ndodh që del dikush përpara, që se ke njohur që të bën përshtypje shumë të mirë. Këtë rrallë për mua është Visar Hoti. Këta janë paka shumë, edhe po, Parizguri në menoj që është që vjen prej forumit rinis të LDK-s, është zgjedhur herën e kaluar, është jashtëzakonisht aktiv edhe fort i dobishëm do të kishte më qenë mendoj në kuvend prap. Mirë, Visar. Tani, unë po përpiqem me nda në profile dhe profesione, për me pas pak më të lehtë, si me thonë, komunikimin me publikun nëpërmjet këtyre njerëzve. Ajo që mbjen sy të lidhja demokratike e Kosovës janë e para në ekonomistët. Ekonomistët të cilët me qëndrimet e tyne, me deklarimet e tyne, kanë dhënë shkollë se si bëhet ekonomia. Dhe natyrisht, Kurti në pushtet e ka bërë krejtësisht e kundërtën, duke përdorë dhe keq përdorë buxhetin në mënyrën më flagrante të mundshme dhe duke e rreziku stabilitetin financiar të shtetit. Pra ai vazhdon me ndak kësi ndihmash, ndonse nuk kemi buxhet të miratuar. Pra ka qellu dikush aty dhe ka para dhe shpërndan kështu. Kjo është kriminale në raport me buxhetin. Juristët janë shumë të mirë të lidhjes demokratike të Kosovës, janë aktivistët e shoqërisë civile, janë mjekët, po ashtu janë ushtarakët, që mu më ka bë përshtypje që njerëz me karrierë, që nga UÇK-ja, pastaj TMK-ja, FSK-ja dhe kur pensionohen shkojnë në LDK, që gjithmonë është paragjykues se ata i përkasin partive të dala nga lufta, por LDK-ja nuk është mangu në këtë drejtim dhe generalët e saj janë edhe të shkolluar kështu profesionalisht. Atëherë Lumirin unë e çmoj jo vetëm pse është kryetar i LDK-s, po për shkak të profilit e tij. Unë e njoh qysh nga viti 2009, kur ai shkruante aso kohë për kohën. Unë punoja aty, është njeri me sy kritik. Profa, Kujtim Shala, profesori imi, autori shumë librave, studimeve. Unë mendoj që Kujtim Shala, përveç që qëndron numrin 2 aty, mendoj që intelektualisht qëndron mbi të gjithë. Madje mbi
edhe parti tjera politike. Besoj që është intelektuali më i madh që ka kuvendi i Kosovës që do duhet me pas. Është për lakmi me pas se cila parti politike një kokë si kujtim shala. E kam pas profesor, e di çfarë qasje ka. Hikmete Bajrami ka luajt rol të jashtëzakonshëm si ekonomiste, si kritike, ka renditjen e mirë të arsa, si juriste është për me u vlerësu, ndonë se vitin e fundit për shkak të probleme shëndetësore nuk ka qenë shumë aktive, por mos ta harrojmë se kjo ka braktis pushtetin, edhe ju ka bashku një partije politike i cila ka qenë 13%. Jo pushtetin në rënje, po kur ka qenë në kulm. Po pushtetin në kulm, pra. Kjo, kur njerëzit e braktisin pushtetin në kulm dhe shkojnë një parti tjetër më të vogël gati, këta duhet me i vlerësu Se ka integritet. Lutfi Aziri, veteran, si që përshkruat jo, qëndrueshmëri të jashtëzakonshme ka në politikë. Abdullah Hoti... Edhe më falë veç me se përmende debatin, edhe Lutfi Aziri ka qenë shumë i mirë në debatet. Po, pra. Abdullah Hoti, kryeministër, krejtojnë s'është për kohën tonë, s'është për vendin tonë. Demek, duke përshkru që është i sjellshëm, është i edukur, është i urt, është punëtor, është i dishëm. Jehona Lushakun, e shmoj shumë Jehonën, ka po punë të jashtëzakonshme, e një personalisht. Mati, ministri i arsimit do të ishte ideale. U Krugoven, bëni shumë përshtypje, Donika Gërvalla, tha që Uka nuk e përfaqëson rrugovizmin. Edhe kjo për mu ke kështu, wow, Uka s'po e përfaqësoj. Kush e përfaqëson si masaj? Faton Peci, aja, e përfaqëson Haxhi Abdyli, Viktor Buzhala, që ta e përfaqësojnë, ndërsa Uka jo, që mendorie. Uka në kuvend Kosovës është i dobishëm, Uka ka me marrë shumë vota, besoj. Ka me dalë për njerëzve më të votuar, e kam pa në fushat çfarë pritje janë të i ba. Xhafer Gashi, ushtaraku, për mu është i mirë, është punëtor. Nuk më me thonë që është politikan, sikur me krahasu me Lutfi Azir nëse të tjerët, ka qenë kryetar komune në Obiliq, po për shkak të rrethonave, cilat i kemi diskutuar, ai humbi për pak dhe e mori Obiliqin dikush tjetër. Faqe, po do të mja përmend një gjë për të mirë, Xhaferit. Ka afru dërheqen me një herë si ka unë. Po, pra, që është rastet ralla. Do shumë rallë na. E ka pranu, do me thonë, si dështim personal. Ka ba përgjësin edhe me ne që kjo vlerësohet. Adelina tha që metën e çmoj shumë. Shumë, për edhe nga vjen, edhe trashëgimin e saj kulturore, familjare, po dhe punën që e bën në universitet, është artiste e madhe, është këngëtare e mirë, e nje kulturën, kisha dashur me pas në kuvend të Kosovës, Visara Zemin, e nje, e vlerësoj, është më i miri që është aktiv në politikë në fushën e energjisë. Kërkush nuk e një energjinë si ky kish me dhënë kontribut jashtëzakonshëm me pas pozitë ministri të energjisë dhe besoj që kish dhënë zgjidhje për daljen nga kriza. Armend Zemaj ka qenë ministër i jashtëzakonshëm kohën më të keqe në pandemi. Tani Armend Zemaj edhe për shkak të incidentit që pati, besoj që kanë mjë rrit votat, natyrisht unë nuk e përkraj në asë një formë dhunën, po kanë erë të abinë që tu. Veç është qërë se njerëzit mujnë edhe mos me e ditë këto, ata që se njohin. Armendi është një për njerëzve më tolerant dhe më të hapë. Po, shumë, absolutisht po. Ermalin, kërshjen apo në Rubikan. Dhe me thonë, ka njerë ma krijejke për shtypin si kena më rejtë. Po, Ermali, unë e kam vrejt kur ka nis me ndru, se në fillim ka qenë përkrasi i qeverisë Kurti, kur qeveria ka nis me bë budallaqe në fushën e ekonomisë. Ky është ndërmarrës, ky është punëdhënës, ka një kompani të suksesshme të IT-s, e njeh shumë mirë fushën e IT-s, ka pas oferta prej vetëvendosjes me shku me ta, por jo zgjedh LDK-n për me garu edhe me marr, si me thonë, pozit deputeti, për të dhënë kontribut në
në politikë. Prandaj ka një tik nga on, pa dila dërgjonajnë generalin, burr i urt, i dishëm, i jashtëzakonshëm. E kam intervistuar në shkurt, kam pas një bisedë jashtëzakonshme me të, i duhet kuvendit edhe për shkak të gjendjes jo stabile të sigurisë në rajon, në Evropë edhe gjithkohë. Dhe përvoja e tij kish me qenë e dobishme për politikën, se aty ne na duhen sa më shumë njerëz të kësaj fushë, Arben Gashin, deputetin Gashi, deputet që disa mandate, i qëndrueshëm, kritik edhe për partinë e vet, vlerësues edhe për kundërshtarët kur kanë të drejtë, i një familje me të kalume patriotike, për mu Arbeni gjithmonë i duhet të kuvendit Kosovës, si ministër nuk e kam pa, kisha pas qef me pa edhe ministër, veçanërisht në fushën e punëve të mbrëmshme. Është Dritoni Selmanaj, i sulmuar padrejtësisht ka shumica e medjave në atë kohë edhe opinionit publik sa ka qenë në qeverinë e Abdullah Hotit, edhe për sene që nuk i ka thonë edhe nuk i ka bo, është politikan i mirë, është njës i mirë i kuvendit, i ligjeve. Kuvend Kosovës është i dobishëm, absolutisht që është i dobishëm. Ka dhe të tjerë tash, edhe se Florian Dushin unë e vlerësoj shumë, Florianin. Valentina është shumë deputete aktive, një njeri që ju ndihmon në vazhdimsi, ju ndihmon njerëzve kur mundet adin. Gzim Hazrollin, e kemi pas këto. Gzim Hazrolli ma ka ftof në kuptimin e edukatës, në kuptimin e njohërive që kishte, në kuptimin e mënyrës se si komunikon me njerëz. Një ushtarak me kaq disiplinë, me hyrje politik, kish me qenë punë, kish me qenë e dobishme jashtëzakonisht shumë për vendin dhe kuvendin. Gzimi, generali, Rezarta Krasniqi, Rezartës i dha, koha i dha të drejtë. Rezarta ka qenë në një konflikt me Xhafer Tahirin e Obileqi. Shpeshherë anashkaluar edhe nga LDK-ja, pse për shkak të atij konflikti, se kanë menduar sikur është edhe personale. Në fund u dëshmua se Xhafer Tahiri ka ndjek interesat veta, ndoqi interesat veta, nuk është më në LDK, ndërsa Rezarta do se nuk u bë deputete. Në shkurt, për pak, mendoj që duhet jetë deputete dhe ajo ka taban në LDK. Pra këto janë paka shumë figura, më vjen mirë që është në listë Naser Osmani, është deputet i mirë për shkak të problemeve të gjata ligjore që ka pas, nuk ka marrë pjesë në jetën publike, nuk ka marrë pjesë në politikë, që është një shembull që LDK-ja njerëz që kanë akt akuza nuk i përfshin në lista, derisa përfundojnë këto. Është shpalli pafajshëm. 10 vjet në për procese gjyqësore, është shpalli pafajshëm. Tani drejtësia shpeshherë u hyn në hak njerëzve. Sokolin është shumë i mirë për ata që njohin doktori Zë Sadiku. Prandaj unë i ndava në të fushave të ndryshme, Bebi Mujku, në fushën e të drejtat në njeriut, në jetën sociale, është njës i... Për politika sociale është jashtëzakonisht i mirë. Po pra. Janë këta... Ka dhe libra shumë. Ka shkruar dhe libra për këto. Po pra. Këta janë disa prej aty në di që plot mundën me na met kështu, me na met paj përmend, paj shkambona i vendasi jam jurist shumë i mirë dhe për fund Besim Mulaj nga Istogu, familje shumë e mirë, shumë punëtor, këta janë punëtor të mëdhej, e kisha dashur me pas në Kuvend Kosovës.